ajo që do doja të merrim një përshtypje dhe një emocion të parë edhe për zyrqerimen, sepse do doja çfarë ju mungon më shumë nga bankat e shkollës, nga nxënësit, nga puna juaj e përditshme, tashmë që jeni në pension. Tani që jam në pension më mungojnë shumë nxënësit e mi, normal që më mungojnë dhe aktivitetet. Sot ndjesha, do më thënë, e munguar në aktivitetin me korin, të themi me 100 zënës bashkë aty. Kjo është 7 mars i parë që festoni larg shkollës, apo jo? Ishte të trishtuar zysha? Paksa. Ju shohim të emocionuar dhe ju lexohet në portret. Po, dhe ndërkohë, 7 marsin, do më thënë edhe unë e nisa ditën me urime që më vini nga nxënës, nga prindër, edhe përsëri të them që e përjetova bukur. Po çfarë ju mungoj më së shumti sot? Ma mungojnë nxënësit dhe klasa kujdestari, sepse ajo është gjysma e punës, në qoftë se ti në lëndën që je do thot me atë normë, më shumë se sa norma është kujdestaria, me ata duhet kujdesesh në mëngjesi derisa ti përcjellësh. Edhe nuk e di, ajo është një lidhje edhe me ngushtë me nxënësit. Unë gjithkohën kam pas klasë kujdestari dhe më mungojnë. Mungojnë shumë, po kur shu kujdes që ti ishte i pari ose e para ty uronte sot? Po, le të them, vajza ime, sepse atë kam pas dhe ishë nxënëse, e para mami gëzuar festën, si ndjesh duke më ngacmuar. Por pastaj, nuk e di, një numër nxënësish të klasës që sa po lash, kujdestari, edhe prindër, kisha urime plot. Po, zyrqerime, çfarë të përbashkëtat pat me profesorin në Kukës? Ngriti disa problematika, në fakt edhe emocione. Kisha shumë përbashkëta, sepse ky jep një lëndë djathësi, i thonë ndonjëherë, edhe unë lënda e muzikës, sikurse edukimi fizik, edhe disa lëndë të tjera, shikohen, le të themi, ndonjëherë nga kolegët, nga prindrit, si lëndë të rëndësisë së dytë, apo të dorës së dytë, por ndërkohë, sikurse profesori, edhe unë për mua, do më thonë dhe për nxënësit e mi... E keni bërë muzikën më të vështirë se matematikën, më duke? Fillon të muzika, pastaj vazhdoni lëndët e tjera. Do thotë, unë nuk lëshoja. Historia artit për mua dhe mësimi i kulturës, i muzikës popullore shqiptare, të gjitha këto aspekte, deri te kënga, mësimi një këngë e thjesht ishin primare. Unë thoja, kjo ka shumë rëndësi të nxënësit. Edhe estetikisht ndiheshin mirë dhe në orën e muzikës. Nëse profesionalisht je një mësues, le të themi, shumë i përkushtuar, shumë i arir, dhe ti i do fëmijët, ata duan pa kushte. Nuk autoriteti vjen vetë. Keni qenë një mësuese, unë nuk e besoj duke ju parë kështu, po keni qenë një mësuese e rrept edhe kërkuese, apo keni qenë një nga ato mësuese të buta, sepse në fakt prezantoni një lloj butësie dhe të treja. Të treja, po me qenë se mësuese qirimi, apo thoshte që kam qenë disi autoritare në ato që kërkoja dhe kam qenë kërkuese dhe ndaj e pyeta se lënda e muzikës për të gjithë ne ka qenë një lëndë shumë argëtuese dhe e që një lëndë që e prisnim me zi prisnim. Më sot duhet të them më falë, ishë në zënës vetë me i të gjithve, sepse do shë i kam rënduar, po ajo pjesë e solfezhit, bazat e arsimimit muzikor, ishte pak e vështirë, shkallët muzikore, si bemol majori, gjërat të tilla, mësimi i lojës në fyell. Dhe i kam rënduar, nuk lëshoja, pe do të thotë çdo gjë e kërkoja me përpikmëri. Dhe njëkohësisht më donin sepse isha dhe kështu e qeshur në mësime ta, isha e vërtet, thamë i vërtet jesh. Kjo është shumë e bukur, se nxënësi e kupton, sa do i vogël tjetë e kupton kur një mësues është i vërtet. Megjithatë e vështirë ka qenë, se ju thatë, ishte muzika, pastaj vini lëndët e tjera, e vështirë ka qenë Chelsea Sol, 3-4 edhe pastaj që duhet shkruanim notat. Sa si qenë mirë muzikë? Jam artist i lindur. Matematik më vete. Jam artist i lindur. Solfezhin kështu e quajnë, matematika e muzikës. Dhe nuk e di, ndoshta dhe kjo, do shumë vështirësia dhe ta më ndiqnin, po e fiton mësuesit e situata të nxënit aty. Do me thonë, në qoftë se ti hyn bukur të nxënësit, por e mësimi dojtë, nuk ka. Si problemi ka ndodhur, gjëma ka ndodhur, por duhet ti parandalojmë. Nuk e di për t'ju rikthyer pak, sepse duam që mos prekim problematikat janë aty dhe patjetër që duhet t'i japim zë. Por po mendoja teksa ju flisnit pak më herët zyrqerime në lidhje me lëndën e muzikës, a keni pikasur talente që sot mund t'jenë emra të cilët kanë kaluar pikërisht nga ju? Shumë. Një pjesë e mirë, e nxënësve të mi që i kam nxitur, i kam zënë kurajon, janë bërë instrumentist në shkollën e liceut artistik Jordan Misja, disa, kam pasur dhe në rrugtimin edhe si mësuese kujdestare, nuk di, a duhet i përmend si emra, janë emrat muzikës së lehtë shqiptare, Jessica Polo, Sardi Struga,
dhe më thënë, edhe talentet të tjera, në shkollën të ka qenë Mishelera, po nuk di, dhe më thënë, ishin pafundësisht. Dhe më thënë, në qofë se ti punoje me talentet aty ishin jashtëzakonisht prurjet të mëdha fare. Edhe jam dakord me zonjën që tha aktivitetet japin shkëlqim shkollës. Do më thënë, aty të aktivitetet është gjëja më e bukur që nxënësit rrëmbehen një konkurs të zërave të rinj që bëja unë, ato ishin aq shumë serioz, më të rritur se të rriturit. E merrnin seriozisht derisa, do më thënë, ajo konkurenca të zgjidhte më të mirin. Dhe shumë talente. Në shkollën Vasishan të paktën edhe më herët kam zbuluar. Alda, ju jeni mësuese shumë e dashur.